Nga Valle Kosovare te Axhamiu, këngët që shënjuan karrierën e Shpat Kasapit. Tetovari që rëmbeu zemrat e mbar shqiptarëve. Arti në zi. Ka ndëruar jetë në moshë të re këngëtari i njohur shqiptar, Shpat Kasapi. Këngëtari nga Tetova, ka pas një karrierë të gjatë muzikore dhe këngë që do të lënë gjurmë në historinë e artit. Përmes zërit të tij të veçantë, Kasapi u bë i njohur dhe vulosi suksesin e tij me disa këngë që u kthyen hit, si Valle Kosovare apo dhe Axhamiu, Dashni Palimit, Aroma e saj, Kush të ndau prej meje. Mësohet se Shpat Kasapi ishte në një tur muzikor në Itali, ndërsa thuhet se ka ndëruar jetë pas një arresti kardiak. I lindur më 1 maj 1985 në Tetovë, ai u rrit në një familje me traditë muzikore, e cila ndikoi në formimin e tij artistik. Karrierën e nisi në fillim të viteve 2000 dhe shumë shpejt u shndërrua në idhull të rinisë fal stilit modern, melodive të lehta dhe energjisë në skenë. Kasapi mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe bashkëpunoi me artistë të njohur, duke krijuar një repertor që vazhdon të mbetet i dëgjuar edhe sot. Lajmi ka tronditur mbar shqiptarët dhe ardashësit e tij. Këngëtari la pas një djalë 3 vjeçar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.